E përmbishojnë të hylin dhe se shpëtona, I mbytur prej ngasje dhe si në det, më ty po përiki dhe prej teje kërkoj shpëtim, o nëna dhe zonjë virgjëresha, prej çdo rreziku dhe zije shpëto më ti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaleviti. Shenjtërimi I prindërve. Fëmia ka një problem të brendshëm dhe prandaj sillet ashtu. Fëmia është I mirë, nuk e do ato që bën, por detyrohet, është I lidhur me diçka. Nuk mund të korrigjohet me logjik, nuk mund ta bindësh me këshilla, as ta detyrosh me kërcënime. Kjo do të sjellë të kundërtat. Mund të përkeqësohet, mund të qëndrojë kështu, mund të çlirohet nga kjo. Që ai të çlirohet, duhet të shenjtërohet mamaja e tij. Që të çlirohet, ai do pranë ti një njerëz të shenjtë, me shumë dashuri, që nuk do t'i jap mësime, as do ta friksoj, por do të jetojë me shenjtëri me fëmijën që do ta shoh. Do ta ketë zili dhe do ta imitoj. Para së gjithash, fëmia do pranë ti një njerëz që bën lutje të shumta dhe të zjarrta. Lutja bën mrekulli. Një nën nuk duhet të mjaftohet me përkëdheljen e prekshme të fëmijës së saj, por të praktikojë përkëdheljen shpirtërore të lutjes. Kur shkon për ta përkëdhelur pa lutje, fëmia bën kështu. I shtrin me imponim duar dhe shtyn të ëmën. Por kur pa e përkëdhelur, bën mistikisht lutje të nxehtë për fëmijën e saj, atëherë ai ndjen në shpirt përkëdhelje të pashpjegueshme për të, shpirtërore, që e tërheq tek e ëma. Në lutjen e saj për fëmijën, nëna duhet të shkrihet si lambadhe, të lutet në heshtje dhe me duart lart drejt Krishtit, ta përqafoj mistikisht fëmijën e saj. Lutja e nënës ka shumë fuqi. Gjunjët e saj e zbutin Perëndin, dhe ai ndihmon fëmijët e saj. Ajo që ka rëndësi në lutje nuk është kozgjatja, por intensiteti. Lutuni qoftë edhe për 5 minuta të kushtuara Zotit me dashuri dhe zell. Njëri mund të lutet gjithë natën dhe tjetri vetëm 5 minuta, dhe kjo lutje prej 5 minutash mund të jetë më e lartë. Sigurisht që kjo është mister, por kështu është. Ti je shpresëtar, shpresëtarin tënde, besimin tënd, do që t'ua imponosh atyre që të rrethojnë. Mendo se del diçka kështu? Keq bën, sepse njerëzit janë reagues. I thua dikujt të bëj diçka dhe ai nuk e bën sepse ja the ti. Reagon dhe nuk e bën. Nëse të shet ty ta bësh këtë gjë, ndoshta e bën edhe ai sepse do të mendoj, me që e bën ai ta bëj dhe unë. Dhe vazhdoj. Por nëse dëshiron t'i lutesh Krishtit dhe t'i thuash, Krishti im të lutem, ndriçoje ose mëshiroje dhe drejtoje këtë person, dhe e bën vazhdimisht këtë lutje, Krishti fillon t'i dërgojë mendimet e mira atij personi. Sa herë që thua për shembull, o Zot, mëshiroje fëmijën tim, fëmia merr një mendim të mirë nga Krishti. Sa më shumë që ti vazhdon të lutesh, aq më shumë mendime të mira merr ai. Edhe nëse tani fëmia është si një portokale e papjekur, ai dal nga dal do të piqet dhe do të bëhet ashtu siç e do ti. Kjo është e vërtetuar nga përvoja ime si mënyra më efektive që njeriu të zgjidh problemet e tij në çfarëdo lloj fushe që do. Të gjitha mënyrat e tjera, të cilat zbatojnë njerëzit nga instikti, shumë shpesh dështojnë. A nuk e kupton se ç'po ndodh? Fëmijën tënde ka pushtuar djalli, i bën çfarë të dojë dhe e çon ku të dojë. Nuk del asgjë kështu siç sillesh ti. Ky problem ka nevojë për lutje. Ti dhe gruaja jote, që të dy së bashku, të filloni të luteni vazhdimisht për vajzën tuaj dhe të mos i flisni fare për këtë çështje. Ato që doni t'ua thoni fëmijëve tuaj, thojuani me lutje. Fëmijët nuk dëgjojnë me veshët e tyre, vetëm kur vjen hiri hynor që t'i ndriçojë. Atëherë dëgjojnë ato që duam t'u themi. Kur doni të thoni diçka fëmijëve tuaj, thuaja të rrëshenjtës. Thuaja se të rrëshenjtës, dhe ajo do të veprojë. Kjo lutja juaj do të bëhet një frymje të dhënëse, një përkëdhelje shpirtërore që i përkëdhel dhe i përqafon e i tërheq fëmijët. Lutu kështu thjesht dhe me përullësi,
me besim të thjesht, pa pritur që t'ju përgjigjet Perëndia. Pa par dorën e tij, fytyrën apo ndriçimin e tij. Asgjë, ta besosh. Përderisa flet me Perëndin, flet vërtet me Perëndin. Kur e sheh që fëmijën tënde ka pushtuar fryma e keqe, ti, në vend që të inatosesh me fëmijën tënd se ka dal nga rruga, fol me Perëndin. Mësoni të flisni me Perëndin për fëmijën tuaj. Në vend që të grindeni me fëmijën tuaj, flisni me Perëndin për ta. Më tha, pra, për njërin nga fëmijët e mi që duhet ta përballoj me më shumë lutje. Më tha konkretisht për këtë fëmijën tim. Ato që do t'ja thoshe fëmijës tënd, thuaja Perëndis, me që ai ka disa reagime për shkak të karakterit të tij. Bini në gjunjë përpara Perëndis dhe me hirin e tij, fjalët tuaja do t'i transmetohen fëmijës tuaj. Për fëmijën tjetër, Jerondi më tha, ky fëmija yt i pranon fjalët e tua, por bëj kujdes. Ai i pranon fjalët e tua, por i harron shpejt. Prandaj përsëri do të gjunjëzohesh dhe do të kërkosh hirin e Perëndis, që fjala jote atërore të bjerë në tokë të mirë, që të jap fryt. Prindrit që kanë fëmijë tek anjoz dhe të prap, nuk duhet të akuzojnë fëmijët, por atë që gjendet pas fëmijëve të tyre, djallin. Djallin mund ta luftojmë vetëm kur bëhemi të shenjtë. Kjo këshill lakonike mund të ndihmojë në mënyrë efektive prindrit, arsimtarët, mjekët dhe veçanërisht ata që merren me fëmijët dhe në përgjithësi me njeriu. Sa më shumë të rritet fëmia, aq më shumë duhet të shtohen lutjet tona. Në këtë mënyrë tregojmë se ja besojmë vërtet edukimin e saktë të fëmijës vetë Perëndis. Të jeni të sigurt se ai nuk do t'i braktis kurrë. Prindrit e një fëmije tek anjoz dhe rebel shkuan te Jerondi. I shpjeguan situatën e tyre dhe i kërkuan udhëzime për ta përballuar sa më mirë. Jerondi u tha se çfarë duhet të bënin kujdes vetë ata në jetën e tyre. Prindrit her pas here përmendnin çështjet e fëmijës së tyre, por Jerondi përsëri u fliste për detyrat e tyre të krishtera si prindër. Atëherë prindrit e kundërshtuan. Jerond, ne nuk erdhëm këtu për veten tonë. Këto që na thoni i dim që kur ishim fëmijë, dua mësojmë të tjerëve. Për fëmijën tonë erdhëm. Por a nuk e kuptuat që për fëmijën tuaj po ju flas kaqor? Nuk e kuptuat që shpëtimi i fëmijës tuaj kalon nëpërmjet shenjtërimit tuaj? Jo nëpërmjet teorisë, por veprës së shenjtërimit. Ju duhet ta filloni këtë punë menjëherë nëse doni vërtet fëmijën tuaj. Në këtë moment, pas shpirtin e tij, një kufom. Prindrit e një djali që vuan nga neurastenia, vizituan Jerondin dhe i kërkuan ndihmë për problemin e tyre. Jerondi pa shpirtin e fëmijës dhe tha, fëmija juaj ka një shpirt të mirë, më të mirë se timin. Ai u sëmur, u plagos dhe u rebelua për shkak të krenarisë suaj dhe shokëve të këqinj me të cilët bënte shoqëri. Ai do të shërohet me shenjtërimin tuaj. Sa po e dëgjoi këtë, nëna filloi të qante e dëshpëruar sepse e konsideronte të pamundur shenjtërimin e saj. Atëherë Jerondi i tha, shenjtërimi nuk është një gjë e pamundur, madje është i lehtë, mjafton që ju të fitoni për ulësi dhe dashuri. Të gjitha problemet me bashkëshorten dhe fëmijët përballoi me lutje derisa të zgjidhen. Lutu pa agoni, me qetësi, me besim në dashurinë dhe providencën e Perëndis. Mos pusho së luturi. Po qan? Ja dhe unë po qaj tani me ty. Nuk dua të qash, mos u mërzit për fëmijët dhe sjelljen e tyre, për lutu, folu me dashuri. Lutu shumë duke ngritur duart lart dhe thoju pak fjalë atyre. Shumë lutje dhe pak fjalë të gjithëve. Të mos bëhemi të bezdisshëm, por të lutemi mistikisht dhe më pas të flasim, dhe Perëndia do të na sigurojë brenda vetes nëse e folura jon do të jetë e pranueshme nga të tjerët. Nëse nuk është, nuk do të flasim. Vetëm do të lutemi mistikisht, sepse duke folur, bëhemi të bezdisshëm dhe i bëjmë të tjerët të reagojnë, ndonjëherë edhe të zërmërohen. Prandaj është më mirë të flasim të tjerëve mistikisht në zemër me lutje të fshehtë dhe jo në veshin e tyre. Më dëgjo. Lutu dhe pastaj fol. Nëse u jep vazhdimisht këshilla, do të bëhesh e mërzitshme
dhe kur të rriten, do të ndjejnë një lloj imponimi. Pra, prefero lutjen. Thuaja Perëndis dhe Perëndia do të flasë brenda tyre. Foli Perëndis për fëmijët e tu. Thuaj, o Zoti Jezu Krisht, ndriçoj fëmijët e mi. Ty ti besoj. Ti mi jep dhe unë jam e dobët, nuk mund t'i drejtoj dot. Prandaj të lutem, ndriçoj. Dhe Perëndia do të flasë dhe ata do të thonë, nuk duhet ta mërzitja mamin me këtë që bëra. Dhe kjo do të dalë nga brenda tyre me hirin e Perëndis. Kjo është e përsosura. Ti flas nëna Perëndis dhe Perëndia ti flas fëmijës. Të shohim Perëndin në personin e fëmijëve, t'u japin fëmijëve dashurinë e Perëndis, të mësojnë të luten. Fëmijët ndihmohen në lutje kur kanë gjakun e prindërve që luten. Kur prindrit janë të shenjtë dhe ja transmetojnë këtë fëmijës dhe i japin edukim në Zotin, atëherë fëmia sado ndikime të këqija të ketë në mjedisin e tij, nuk ndikohet sepse jashtë derës së tij do të gjendet urtësia, Krishti. Ai nuk do të mundohet për ta fituar urtësinë, duket shumë e vështirë të bëhet i mirë, por në realitet është shumë e lehtë kur nis që i vogël me përjetime të mira. Duke u rritur nuk nevojitet mundim, e ke të mirën brenda vetes dhe e përjeton. Nuk mundohesh, e ke përjetuar, është pasuria jote të cilën e ruan, po të jesh i kujdesshëm gjatë gjithë jetës sate. Këshilla ndaj një nëne me shumë fëmijë. Shko në dhomën e tyre natën, kur ata flen, dhe lutu. Kjo ndikon shumë tek ata. Për prindrit e një fëmije të prishur moralisht, Jeronti thoshte me pikëllim. Prindërve me aq arsim, me aq njohuri psikologjike, me aq përgatitje shkencore, u shpëtoi fëmia nga duart. Çfarë të bëj arsimi? Vetëm hiri i Perëndis, vetëm dashuria jone vërtet, që sakrifikohet mistikisht për të tjerët, mund t'i shpëtojë të tjerët dhe ne. Një nën ankohej se nuk e dëgjon më i biri, nuk shko në kishë e kështu me radhë. I them, kaq vjet e detyroje, bëj këtë, shko atje. Tani ai do liri. Mos i thuaj bëj kështu e bëj ashtu. Vetëm lutu me dashuri mistikisht për të. Nëse do të shije djalin, hipur kaliqaf mbi djalin tënd, që të diktonte, thuaj nënës sate kështu. A do ta fajsoje? A do të inatoseshe me fëmijën tënd? Të dua me dashurinë e Krishtit, jo me dashurinë njerëzore. Para 2 vjetësh, kishte ardhur këtu një nën për të folur për 4 fëmijët e saj. Më tha emrat e tyre. Unë i them, kujdes harallambin, sepse do të hash dru nga ai. Ai ishte atëherë 12 vjeç. Ajo i natos. Çfarë thua Jerond? Harallambi është fëmia ime i mirë. Unë kujdesem për të dhe e dua më shumë se të gjithë të tjerët, sepse ai është më i vogli. Por nuk e do me dashurinë e Krishtit dhe po i bën keq. Ajo nuk më besoi. U largua me inat duke thënë fjalë kundër meje. U luta dhe ja lash Zotit. Kështu erdhi përsëri pardje e penduar. Më falat, atëherë të keq kuptuam. Tham se mashtron njerëzit. Tani besoj se ty të ndriçon Perëndia. Harallambi u largua nga unë atë, është bërbish dhe hëngrëm dru. Ç'të bëj tani? Vërtet nuk e doja me dashurinë e Krishtit dhe i bëra keq dhe qante. Për një vajzë të re që bënte tentativa për vetvrasje, Jeronti këshilloi prindrit që ta rrethonin në mënyrë mbrojtëse me lutje intensive të sa më shumë njerëzve. Kjo u bë dhe vajza u shpëtua nga tentativa të tilla. Kur ndonjë armik yti ose dikush nga shtëpia të shan dhe të ofendon, ti shiko shpirtin e tij dhe përkëdhele me lutje dhe dashuri. Edhe kur vajza jote bën rëmuj, mos e shiko. Bëj sikur nuk e vure re dhe përkëdhele shpirtin e saj me dashuri dhe lutje. Lufta shpirtërore është kjo, ta transformosh çdo gjë që të ndodh në diçka të mirë. Nëse je i trishtuar, përkushtohu në lutje. Dal nga dal do të jesh në gjendje t'i korrigjosh të gjitha dobësitë tua. Pikëllimi yt bëhet gëzimi yt. Nuk janë për alla këto që po të them, bëhen. Tani është e vështirë t'i falenderosh prindrit, ju ndajnë situata të vjetra.
Çdo gjë që ndodh mund ta shndërrosh në diçka të mirë kur i dorëzohesh Perëndis. Jerond, djali ynë tashmë është rritur. Kemi probleme të tmerrshme. Mbrëmjeve vonohet, nuk na dëgjon, është arrogant dhe shoqërohet me djem të këqij. Në këtë periudhë të heshni, shiheni devotshmërinë tuaj, mos e provokoni. Në këtë moment është sikur ju të jeni të veshur mirë, sikur të keni veshur rrobat tuaja më të mira, ndërsa ai i fliqur, i rrezikosur. Kjo prezenca juaj e devotshme e largon dhe e revolton. Një vajze, shpirti i secilës ju përkushtua Krishtit, i ronte i tham: Bia ime, mos i provoko të afërmit e tu me ikonat e shumta që ke në dhomën tënde. Hiqi disa ikona nga muri, nuk ka problem. Shenjtërimi i prindërve. E përmbi shenjë të hylindës së shpëtona, i mbytur prej ngasjeve si në det, më ty po përiki dhe prej teje kërkoj shpëtim, o nëna dhe zonjë virgjëreshë, prej çdo rreziku dhe zije shpëto më ti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaleviti.